Nedim Bajrami dhe Keidi Bare do të duhet të nisin gjithçka nga e para në klubet përkatëse Rangers dhe Real Saragossa pasi të dy sot janë bërë me trajner të rinj. Rangers i kishte bërë një start të tmerrshëm sezonit dhe kjo solli largimin e trajnerit Martin, i cili mbante në stol Bajramin të skocezët. Pas shumë ditë shqyrtime të situatave dhe emrave, klubi skocez ka zgjedhur të afrojë në pankinë një 36 vjeçar, gjermanin Dani Rol, i cili ka eksperiencë dhe si asistent në stafin e përfaqësuesve së Gjermanisë. Në të njëjtën ditë, klubi Real Saragossës emëroi 42 vjeçarin Ruben Seyes si teknikun e ri të skuadrës, e cila po vuan në mënyrë të paparashikuar në kategorinë e dytë spanjolle. Klubi, pjesë e të cilit është edhe Keidi Bare, e sheh veten aktualisht në vendin e fundit në renditje në një sezon të cilin e kishte nisur në urdhrat e ishmes fushorit të njohur Gabi me objektivin për të kthyer në elitë.